Anida këtu në parkimi paralel midis mjeteve, që kemi që ta kërështimin, vendosja mjetin pikë parkimi, duke parë pasqyrën e kraut djathtë, kur goma afrohet pranë piketës, ndalohet mjeti, kthehen rrotat djathtas, i ngranohet marshin tjetër, mjeti vendoset paralel me mjetin e parkuar. Ky quhet ndalimi i parë. Kur mjeti rrotullohet majtas, dhe në pasqyrë shoferit del targa automjetit që emiton kjo piketë e mezit, duhet të ndaloj mjetin dhe të drejtoj gomat. Ky quhet ndalimi i dytë i mjetit. Ndalimi i tretë bëhet duke ecur mbrapa me mjetin, të vendosësh gomë pas me të kraut majt mbi vinë e parkimit. Nëse se po këtë kur rrotullohet mjeti me pjesën e djathtë ka piketën e kraut majt, do të ndaloj mjetin, kthej rrotat majtës këtu. Do të kontrollojnë 3 pasqyrat, mos synoj piketa dhe vjetë pa ndërprerë. Pastaj do të fusi mjetin kuadrat duke kthyer rrotat djathtas. Në fund duhet të drejtoj gomët dhe të raportoj. Mirë keni kërkuar.